Në bashkëbisedimin e zakonshëm me ndjekësit në rubrikën Sy më Sy në Facebook, kryeministri Edi Rama tha se Partia Socialiste do të dalë fituese në zgjedhjet e 11 majit me më shumë se 77 mandate dhe rezultatin do ta shpall nga kuqi. Shqipërinë në BE mund ta fusë vetëm unë dhe Partia Socialiste, pa diskutim fare. Vetëm ne e fusim Shqipërinë në BE, askush tjetër. Parafitëroni vetëm për 1 sekond bufin e kanetës që ju shfaqet në Bruksel. Edhe ju thot tua të fusë Shqipërinë në BE. Vetëm për 1 sekond parafitëroni. Ndërkohë që na fut në BE-ja, pse duhet ta thua shtia për ta them unë, e thot BE-ja vetë atë. Shumë hapur, shumë qartë dhe e thonë të gjithë dokumentat që ne kemi para në tavolinë çdo ditë me BE-n. Dhe e thot dhe fakti që ndryshe nga çfarë për shembull të shtën ty nga Kanada me shumë bujë, së shpejti ne do të vazhdojmë të hapim kapituj të tjerë të negociatave me BE-n. Ka bërë vakini historinë e integrimit që fjalë vërtet që një vend të negociojë me këtë shpejtësi. Dhe kjo shpejtësi diktohet nga BE-ja, jo nga ne. Ne kemi qenë gati dhe më përpara se të hapeshin negociatat. Po s'kanë qenë gati ata.